me mbrëma që të gjithë shqiptarëve, me mbrëma që të gjithë njerëzve që janë në kushte gati mizerabël në 2026. Unë për darë kam zgjedhur ujë te Pelena. Procedura është e tillë që do ngrohet. Ky mu gjën tani se nuk janë larë do temët e tjera për mungesë të ujë. Po përdor çajnikun edhe tiganin për të ngrohur ujë. Normalisht faza e dytë është pasi nxehet uji, hidhet te ky legeni këto lëkurat e mandarinës i kam hedhur për aromatizues dhe do përgatitemi për dushin e darkës. Po që nuk e kuptoj dot atë pjesën që realisht ne jemi në një mungesë kaq shumë jetike, jo vetëm për ujë për të larë trupin, po dhe për ujë për të pirë. Nuk ka ujë në Çezma, nuk ka ujë, u bë tëra investim. Investimi normalisht u bë me taksat e çdo njerit nga ne. Nuk është se paguajmë si në Gjermani apo si në Finland apo nuk e di se ku, po ama paguajmë. Jemi dinjitoz, jemi qytetar, dhe presim që të na kthehet 2/3 ose 3/4 e asaj që japim. Në gjërat më bazike, ujë, ajrin e kemi falas, edhe diellin e kemi falas, të paktën ujë që pretendonim se okay, as atë se kemi. Ne vuajmë, pjesa tjetër vete bën mbrëmje gala, do të thënë kemi mësuar që të vegjël, na ka mësuar jeta që çdo gjë është me prioritet. Në momentin që të gjithë vuajnë për mungesën e ujit, i bie që prioritetet e tjera nuk janë, është vetëm një, e nuk ka logjik që të vesh e të përgatitesh për të bërë mbrëmje gala. Nuk e kuptoj dot. Edhe përgëzoj që të gjitha të grupin që ishte atje, te teatri. Ditë më të mira do vinë, inshallah.